Territori i Kosovës për datën 9 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe reshje shiu në disa zona, kryesisht gjatë paradites dhe mesditës. Paraditja do të ketë reshje shiu në disa rajone, ndërsa pasditja vijon me alternime mes vranësirave dhe intervaleve me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior deri veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 26 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 25 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 26 gradë Celsius, Pej 12 deri në 26 gradë Celsius, Prishtinë 11 deri në 27 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 27 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 27 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 26 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 26 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 25 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 27 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 27 gradë Celsius.